Kryeministri Sali Berisha nuk të riqet nga qëndrimi për të mos riformatuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ashtu siç e kërkon opozita. Madje akuzon liderin socialist Edi Rama se po e përdor këtë situatë për të justifikuar humbjen pas 23 qershorit. Këtë qëndrim kryeministri e përforcoi gjatë një konferencë për shtyp. Zoti Rama e përdori problemin e komisionerëve për pazar, kryekput pazar, e krijoi dhe e ka krijuar vetëm për ta përdorur si një pretekst për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve, siç ju deklaroi ai, një grupi të huajsh në zyren e tij. Në prag të artimit të listave për deputet, kryeministri ka pohuar se ai do të vijojë të jetë në zonën e tij Kavaj, ndërsa deklaroi se 3 ish deputetët e Partisë Socialiste, Kastriot Islami, Aslan Dojani dhe Gjovalin Kadeli, të cilët votuan shkarkimin e antarit të KQZ-s, do të jenë në listat e PD-s. Nuk jam shërë, nuk maskohet. Unë do të qëndroj në aty ku më kanë besuar. 3 deputetët socialistë do jenë në listat e Partisë Demokratike. Duke folur për koalicionet, Berisha u shpreh vendosur drejt fitores, madje bëri publik edhe numrin e deputetëve që do të fitohen, si Majtas dhe Djathtas. Në çdo analizë, koalicioni ose aleanca për punësim, mirëqenie dhe integrim ka 71 deputet kundrejt 69 deputetëve të koalicionit të ligjeve që nuk i votuan. Mëtej Berisha u ndal edhe te Komisioni Hetimor i ngritur për të verifikuar incidentin diplomatik në Vjenë, të cilin e komentoi me një batutë. Vetëm e këshill që kam kontrolloni vesh kur dilni nga konferenca e shtypit. Qoftë për provë.